Tani na falni që dukem kështu si e çmendur, po për pak do dukem shumë bukur. Këtë video po e bëj për buzët që kanë bërë make-up permanent. Ka pasur disa komente dhe disa mesazhe, më saktë mesazhe, të cilët më keni shkruar për pjesën e ngjyrës. Ajo ngjyra që ju shihni pasi bëni make-up permanent në momentin e parë nuk është ajo çfarë do jetë në fund. Zakonisht pjesa e pigmentimit shihet në pjesën e brendshme të buzës tonë, siç ka bërë edhe Migena me mua, dhe pasi të shërohen janë këto. Tani që u zbukurova me denjë për t'ju folur dhe për t'ju thënë për panairin që do bëhet në datën 23, 24 dhe 25 në Pallatin e Kongreseve, panairin e bukurisë, në të cilin do marri pjesë edhe Pharma West, dhe do ketë shumë ulje. Dhe përveç kësaj, në datën 24, datë 24, në orën 17 do jem edhe unë për të gjithë ju që doni të më takoni mua dhe të blini shumë gjëra me shumë ulje.